Kjo është gjendja e trotuareve në rrugën Don Bosco në qytetin e Shkodrës. Trotuaret vijojnë të jenë të dëmtuara duke u kthyer në një rrezik për kalimtarët. Ata detyrohen të ecin me kujdes, pasi mund të lëndohen nga pllakat e qara dhe të ngritura. Bashkia Shkodër ka njoftuar para pak muajsh për ndërhyrje, por deri më tani nuk është marrë asnjë masë konkrete për riparimin e tyre. Trotuaret në rrugën Don Bosco në Shkodër ndollen prej kohësh në gjendje të amortizuar, me pllaka të thyera, të zhvendosur apo plot gropa, që bëjnë të vështirë dhe të rrezikshme lëvizjen për qytetarët. Edhe pse qytetarët e kanë ngritur vazhdimisht shqetësimin, sidomos për fëmijët dhe të moshuarit që kalojnë çdo ditë aty, deri më tani nuk ka patur asnjë ndërhyrje për riparimin e tyre nga institucionet përgjegjëse. Disa muaj më parë është përmendur një plan për rikualifikimin e disa segmenteve urbane, por trotuaret në rrugën Don Bosco vijojnë të mbeten jashtë vëmendjes, ndërkohë dëmet jo vetëm që nuk po riparohen, por vetëm sa përkeqësohen çdo ditë më shumë.